kanë vetëm një të ardhme, kanë të ardhmen në qeli së bashku me Lubin. Por ajo që është tepër tronditse është se këtu në parlament sot nuk mund të kishte as edhe një çështje tjetër përveç imunitetit të Lubi Ballukut. Sa do ta shtyni ju, unë ju garantoj që forcë në botë që ta mbroj atë edhe krimet e saj nuk ka. Ajo është një hajdute që ka vjedhë shqiptar me Edi Ramën dhe vetëm qindra milion dhe miliarda. Ajo është një super bandite që ka përdor bandat më të rrezikshme, ka përdor elementet më kriminal për të kërcënuar punojësit e prokurisë dhe institucionit të akuzës. Dhe asaj i dini zot ju, se jeni mekatar. I dini zot, nuk them se secili për jush është mekatar, po ju udhëhiqi nga bandit, nga kriminal. Lubia është një çështje ndërkombëtare, absolutisht është një çështje ndërkombëtare. Përgjithësa Shqipëria ka përzgjedh rrugën e integrimit, dhe integrimi është një proces sa kombëtar dhe aq ndërkombëtar. Shteti ligjor në Shqipëri është sa kombëtar aq dhe ndërkombëtar. Dhe ju për hir të saj bllokoni për hir të Edi Ramës bllokoni shtetin ligjor. Shikoni kush përfundoi diktaturat. Ndiqni Teheranin çfarë psoi Ajatullahu. Diktatorët kanë vetëm një fund të turpshëm. Dhe ju siguroj se kjo që ju po i bëni Shqipërisë është një akt madhor anti-shqiptar. Ju do të kishit hequr në mëngjes sot dhe autorizuar arrestimin e Lubi Ballukut për veprat më të rënda penale, për vjedhjet më të mëdha me Edi Ramën. Përfundoni ju lutem. Po ju jeni të gjithë pengje të saj. Kisha dhe përgjigje unë, pranoj dhe po. Mikrofoni është hapur. Edhe këtyre ministrave që ulen këtu, turpi madh. Mos u bëni mercenar të Lubis. Mos u bëni mercenar, se ju dinë të gjithë, ju keni firmat të Lubia. Ju përdor ajo në moment të fundit. Mos i ndiqni këta. Se këta janë të lidhur ka me xhep me Edi Ramën. Së dyti, nderuam dhe bëhet shumë mirë që nderuam sot legjendën e guximit shqiptar Adem Jasharin, kulmin e heroizmit, po ulni kokën se nuk pranoni genocidin serb në Kosovë. Uleni kokën sot. Janë vetëm familjen Jashar, janë 56 burra, gra dhe fëmijë. Uleni kokën, se nuk votoni genocidin serb. Ka kaluar koha, përfundoni fjalin zoti Berisha. Mos ndërprej. Uleni kokën, se nuk pranoni genocidin serb në Kosovë. Çfarë jeni ju? Që hedhni poshtë rezolutat e genocidit serb në Kosovë. Çfarë? Edhe njerë, vetëm fëmija 2000, vetëm fëmijë shkon Prishtinë që jo këpucët e tyre në muzeum. Shkon Prishtinë dhe viziton muzeumin e këpucëve të fëmijëve. Janë 2000 fëmijë të vrarë. Dhe pastaj të mbani zi për gjitha ata që ka ra, të dënoni genocidin në Kosovë të serbëve. Po problemi është se ju s'keni asë një lloj, ju i nështruar në të keqen banale. E keqja banale janë ata që as mendojnë, as bajnë përgjegjësi, që sillen si automat, si silli ju. Fjalën ka zoti Klevis Balliu, më pas zoti Ardit Bido.